Në një qytet të vogël të Shqipërisë juglindore, ku malet dhe fushat ndërthure në harmoni të plot, një histori e pazakontë po shkruhet çdo ditë mbi një parcel të vogël toke. Kolonja, e njohur për natyrën e saj të egër dhe mikpritjen tradicionale, është kthyer në vendin ku një grua ka zgjedhur të mbjellë jo vetëm fara, por një mënyrë të re të jetesës. Filoreta Prifti, pedagoge në fushën e ekonomisë, e la jetën urbane të Tiranës për ta nisur nga e para në qytetin e saj të origjinës, jo për të ndjekur rrjedhën e zakonshme të bujqësisë, por për të sjellë diçka të pazakontë, një varietet gruri thuajse i harruar nga bota moderne, i quajtur kamut. Filoreta Prifti tregon për Cëna ATV se fara kamut është një lloj gruri i lashtë që besohet të jetë ruajtur për shekuj në varret egjiptiane të faraonëve. I pa modifikuar gjenetikisht, ky grur ka një cikël të shkurtër jetese dhe mbillet vonë, duke e dalluar menjëherë nga çdo grur tjetër që jemi mësuar të shohim në fushat tona. Mbrapa shpinës time është një parcel e vogël, gati 1 dynym me grur. Në pamje të parë duket e çuditshme sepse është një grur në fazat e para, sa ka çelur kalli. Dhe pyetja e parë lind dhe thuhet, po ç'është ky grur kaq i vonë? Po, është megjithatë një grur shumë i vonë. Është një nga farat më të rralla ose fara më e rrallë sot në botë e grurit që quhet kamut. Në një histori të shkurtër është një far diku nga lufta e dytë botërore i gjetur në varret egjiptiane të faraonëve me kokra. U morë nga dikush dhe u shtua derisa u pa që ishte një far shumë e lashtë dhe e pa modifikuar gjenetikisht. Duke qenë se është e pa modifikuar gjenetikisht, ajo njëkohësisht ka një cikël shumë të shkurtër jete, e ka 90 ditë. Pra mbillet diku nga 2 javë e para të mahit dhe korret nga fundi i gushtit. Ky grur nuk është thjesht një kuriozitet arkeologjik apo botanik. Ai ka një profil të pasur ushqimor, me përmbajtje të lartë proteinash, veti antioksiduese dhe antiinflamatore, dhe mbi të gjitha është shumë i lehtë për t'u tretur nga trupi i njeriut. Ai përfaqëson një alternativë reale për ata që kërkojnë një dietë sa më të pastër dhe natyrale. Është fare pa modifikuar gjenetikisht, është fare e lashtë, është një farë që ka jashtëzakonisht pozitivitete në lidhje me ushqyerjen e njeriut, pra për të gjithë sistemin tretës është i lehtë për t'u tretur, nuk krijon asnjë lloj problemi, është totalisht i asimilueshëm nga trupi, duke qenë se është i pa modifikuar gjenetikisht dhe ka vlera të jashtëzakonshme, antiinflamatore, antioksidante, ka proteina, pra është i jashtëzakonshëm si far gruri. Gjatë bisedës, Filoreta tregon se nga e mori shtysën për ta mbjellë këtë farë. Nisjen e mora nga një mjeke popullore australiane e njohur sot, Barbara O'Neill, e cila në një nga leksionet e saj shpjegonte se kush ishin farat e pamodifikuara gjenetikisht dhe ishin shumë të mira për shëndetin. Dhe një nga këto ishte kamuti, se kështu quhet. Hyra lexova, nuk njihet në Shqipëri, nuk ekziston asnjë literaturë shqiptare. Mora informacion dhe e kam gjetur si farë në Bolognë të Italisë. E porosita, është natyrisht shumë i shtrenjtë. Është jashtëzakonisht i shtrenjtë, se shkon gati 1.200 euro kuintali, ose 1.200 ose 12.000 lek kilogrami. Megjithatë isha shumë kurioze ta provoja, thjesht për ta provuar a bëhet në Shqipëri dhe për ta përdorur për nevojat e mia, e jo për arsye të tjera. Thjesht kurioziteti. Dhe mendoj se deri në këtë fazë ka funksionuar mirë. Do ta vazhdosh? Patjetër që do ta vazhdoj. Por edhe do shikohet, jo vazhdimësia, por do shikohet sipërfaqja. Nuk e di, unë mendoj që duhet ketë një lloj interesi për këtë lloj gruri, në përgjithësi për njerëzit të cilët kërkojnë të ushqehen shumë shëndetshëm dhe të mos kenë probleme. Ne të tërë e dimë dhe tërë duhet jemi të sinqertë me veten që në përgjithësi farat e modifikuara gjenetikisht nuk janë të mira për shëndetin. Kështu që nëse kemi mundësi që të kultivojmë këto lloj bimesh, këto lloj farash, pse jo të mos ta bëjmë? Pavarësisht kostos edhe çmimit të lartë. Për Filoretën, kjo përpjekje ka qenë më shumë se sa një proces bujqësor, ka qenë një zbulim. Rezultatet e para janë inkurajuese dhe ajo është e bindur se kultivimi i kësaj fare mund të zgjerohet nëse rritet ndërgjegjësimi për vlerat që mbart. Për të, ky nuk është thjesht një eksperiment agrar, është një udhëtim shpirtëror. Ajo e braktisi auditorin universitar dhe jo kthye tokës, duke u marrë jo vetëm me grurin kamut, por edhe me drithra të tjera, si elbi dhe trëshëra që përdoren për ushqimin e baktive, sepse sipas saj, zinxhiri ushqimor
ushqimor nis nga toka dhe përfundon në shëndetin e njeriut. Filoreta ka zgjedhur të jetë sa më afër natyrës, duke punuar tokën vet, duke mbjellë dhe korrur me duart e saj, duke jetuar në harmoni me ritmet e natyrës. Unë kam hyrë në vitin e 5 që merrem me këtë profesion, që është i ri, kuptohet për mua, lash Tiranën dhe erdha në Kolonjë. E lash profesionin për shumë arsye. Vjen një moment në jetë që ti kërkon të ndryshosh. Edhe unë e ndryshova jetën time. Kryesisht merrem me kultivimin e drithrave ose të kulturave elb, tërshër, që janë ushqim për baktin. Gjithmonë më ka ngacmuar kjo ideja e ushqimit shëndetshëm, edhe për baktit, edhe për njerëzit, se është zinxhir ushqimor në fund. Nëse ti nuk ushqen mirë kafshën, ti nuk merr mish dhe bulmet të mirë, dhe detyrimisht ato pasqyrohen te ty. Pastaj duke u marrë dhe duke qenë sa më afër natyrës, ti shikon genialitetin e natyrës dhe ti shikon atë anën mistike që ka natyra dhe çka bërë Perëndia me natyrën. Dhe aty e kupton se sa ke për të zbuluar. Nëse ti vjen punon dhe merresh me bimët, me tokën, me pemët, me produktet, ti mrekullohesh, ti zbulon gjëra të jashtëzakonshme në çdo moment dhe thua, po ku kam qenë unë përpara që nuk kam zbuluar shumë gjëra. Kam parë çdo të thotë të mbjellësh vetë, të kultivosh gjërat që do t'i konsumosh për vete vetë, është shumë fan. Filoreta efton këdo që qoftë edhe për një periudhë të shkurtër në jetë të ecë zbathur në tokë, të punojë me bimët, të fusë duart në dhe, sepse kontakti me tokën nuk sjell vetëm prodhim, por edhe një qetësi të thellë shpirtërore dhe një ndjesi lidhje me diçka më të madhe. Unë do t'ja u sugjeroj atij gjithëve, qoftë edhe për një moment në jetën e tyre, ta provojnë, çdo të thotë, të ecësh zbathur në tokë, të merresh me bimët, të bësh duart pjesë, po është gjë e jashtëzakonshme. Është gjë e jashtëzakonshme dhe ti mëson jashtë mase nga natyra. Ndërsa me grurin jam marrë këtë vitin e fundit dhe pikërisht për arsye të ushqyerit sa më të shëndetshëm. Të thjeshta fare arsye. Historia e Filoretës nuk është vetëm ajo e një gruaje që ndryshoi rrjedhën e jetës së saj, por e një njeriu që vendosi t'i besojë tokës, natyrës dhe vetes. Në çdo kalli që rritet mbi atë dynim tokën në Kolonjë, fshihet një mesazh i qartë. Ka ende vend për të reja në të lashtën, ka ende shpresë në rrënjët e harruara. Mjafton guximi për të mbjellë ndryshe.